Ervin, të përshëndes, ku janë përqendruar konkretisht kontrollet dhe për çfarë janë ushtruar? Gjenda, në fakt për disa javësh ne kemi hyrë edhe në fazën ku të paktën sipas autoriteteve bëhet mbjellja e kanabisit dhe si duket forcat Reneja, forcat e ndërhyrjes së shpejt, duke pasur një informacion me të paktën 2 lokacione ku dyshohet se është kultivuar lënë narkotike në zonën e Krujës dhe të Fushkrujes, kanë nisur kontrollet për asgjësimin, por edhe gjetjen e kësaj lënde narkotike. Kontrollet kanë nisur që në orët e para të mëngjesit, kryesisht do të jetë malësia e Krujës që do të bëhet një kontrollim të sishëm për sa i përket edhe vendodhjes ku dyshohet se ka përfshirë edhe mbjellje të lëndës narkotike, por edhe personave që janë përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm, ndërsa një kontroll i dytë po bëhet në zonën e Niklës, por edhe në fshatrat përreth, në fshatin Dritas apo në fshatin Çerek, ku paktën sipas të dhënave ka dyshime se mund kemi të bëjmë me mbjellje të lëndës narkotike. Ende nuk ka një rezultat se çfarë është gjetur nga ana e kontrollit të Renejas, por në orët në vijim pritet që ky operacion të përfundojë për të bërë edhe një bilanc për sa i përket nëse ka apo jo edhe mbjellje të lëndës narkotike. Në fakt, vitet e fundit në zonën e Tiranës, por edhe në fshatrat e Krujës, në zonën pranë në Fushkruj, në Nikël dhe zona të tjera përreth ka pasur një rënje të mbjelljes së kanabisit, duke pasur dhe kontrolle të herpashershme të policisë së shtetit dhe si duket pavarësisht kësaj, pavarësisht kontrolleve, mund të kemi edhe raste të tjera pra për sa i përket edhe kultivimit, ku ka sjell edhe këtë operacion më të fundit të policisë së shtetit. Ky operacion ndërkohë konsiston edhe tek personat në kërkim, Ervin, ka ndonjë emër konkret? Sigurisht që kontrollet po vijojnë për shkak se në zonën e Niklës, pra dyshohet se është vendodhja e shumë personave të kërkuar nga ana e policisë, që janë ato të fisit Bami, apo edhe për plasjeve që kanë pasur vazhdimisht dhe si bazë kanë pasur zonën e Niklës. Megjithatë, informacionet janë të pakta për sa i përket emrave konkret, për shkak se na është konfirmuar se operacioni konkretisht ka të bëjë me kontrollin e kanabisit, megjithëse gjatë këtij aksioni mund të ushtrohen edhe kontrolle si për persona që dyshohet pra që janë të përfshirë në kultivimin e kanabisit, por edhe në banesat e personave që janë në kërkim nga ana e policisë. Të falenderoj për raportimin e drejt për drejt, Ervin Leka.